Nëse ecën nëpër rrugicat e qyteteve turistike shqiptare, shanset janë të mëdha që të ndeshësh me emrin e Ardit Bilani. Prej pothuaj 2 dekadash, ai është kthyer në një prej zërave më të rëndësishëm të tregut të suvenireve në vend, duke krijuar markën e njohur Souvenir Albania, që sot njihet jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Historia e tij nisi 18 vite më parë me një dyqan të vogël dhe me shumë pasion. Biznesin që kam të shihur, e kena fillu para 18 viteve, në vitin 2007. Realisht, po atë vit mbarova edhe shkollën e lartë edhe të pa vështirësinë që ishte për kohën për me gjetë një vend punet. Jo dorëzova pak më tepër pasionit se sa po thamon kushteve që kisha. Realisht mu më pëlqen arti edhe po thamon nuk them se jam profesionist, po minimalisht e kuptoj artin, kam provu me bë disa gjëra të vogla, edhe kjo më shtyni për me lënë vetë drejtim mjetës teme, edhe në atë kohë bleva disa pajisje drunit për me punu drunin, edhe fillume me bë disa punime të vogla artizanale drunit. Realisht, objektivi i kohës ishte thjesht me nxjerr një rrogë mesatare, në mënyrë që me keni pa varën edhe për pjesën financiare, edhe kjo ishte objektivi i parë, domethënë. Mirë po vuna re që njerëzit fillunin mi pëlqy punimet artistike, pavarësisht se nuk ishte krejt e lehtë me penetru në treg për arsye se konkurenca kishte atë pjesën e vet. Mirë po dhe Zoti ja dola, ndoshta edhe ajo edhe të partë e mi gjysh janë marrë me biznes domethënë, edhe ndoshta ajo ka pas atë pjesën e vet, ndoshta edhe edukata familja, ajo trashëgimia ose kultura familjare, edhe më ka animu domethënë për me arrit objektivat e kohës. Vuna re që pasi fillova me hyrë treg, pra mora tregun në pjesën time, vetë klientët fillunin të më kërku disa produkte tjera që realisht nuk i bashin. Për shembull, në atë kohë furnizoheshin plazhet, kryesisht ajo ishte target grupi i klientëve tonë të synum. Edhe kërkoheshin punime me gocka. Edhe nëpërmjet disa miqve arritëm me gjetë disa pika në Malzi që sjellshim gocka, filluam me punimet me gocka. Pastaj fillunin të kërku punimet me rezinë, me alabastër, me pluhur mermerit. Edhe ajo pastaj fillu me fut me edhe këtë shërbimin, edhe fillu me të bë, rreth 120 produkte, zëra, fillu me kalu në treg. Nga një nismë e produkteve artizanale, sot Arditi bashkëpunon me dizajner për kompozimin dhe personalizimin e produkteve. Sot Arditi ka 3 magazina, në Shkodër, Tiranë dhe Sarandë, duke furnizuar kështu me 10 dyqane të vogla suveniresh. Si detyruam me importu, edhe normalisht Turqia ishte vendi më i afërt edhe më i lehtë për me bë biznes edhe për me importu. Edhe fillova me Turqinë realisht, fillova të marr punime pak a shumë që ornamentet që janë të ngjashëm me ornamentet tona. Edhe nga tregu shqiptar u identifikoheshin pak a shumë si punimet tona, pavarësisht se ato si ishin punimet tona. Edhe kështu eci ajo pjesa me importin e turkut, pastaj fillova të bashkëpunu me disa designer profesionist, duke bë produkte, ose më mirë me thënë, duke bë kompozime të monumenteve tona, domethënë duke i kompozuar në mënyrë që dalshin vizualisht sa më bukur, që të ishin më atraktive edhe për turistat. Realisht kjo është ajo pjesa që mu më shtyvi për mu zmallu, po them që se do në me përmledh ma kërkoj tregu ose klientela për të zgjenu. Kemi bijuterit, kemi çantat, kemi lloratat e personalizume. Po them mesatarisht kemi rreth 3000 produkte në magazinën tonë që operon që i shesim me shumicë. Kemi 3 pika, kemi magazinën qendrore në Shkodër, kemi një magazinë në Tiranë, një dyqan shumicet, po them të rruga Dibërs. Kemi edhe një magazinë në Sarandë. Jemi fokusu kryesisht të qytetet që kanë dinamik më të madhe turizmit, për arsye se aty po them ka edhe cilësi më të mirë turizmit, edhe aty jashtë përshtat cilësia e produktit me cilësinë e turizmit, edhe aty
kemi pa që kemi qëndru ma mirë, domethënë, e kemi gjetë vedin. Realisht me turizmin o lidhen dikur kur risha të dyqani, takosha klientat, turistat, flitëshe me ta, komunikosha, edhe kjo mbani me, po themën me hy pak ma tepër në botën e turizmit, edhe për ta njohë pak a shumë ndryshe edhe botën. Realisht unë udhtoj shumë, edhe kjo më ka animu për me kuptu ma mirë, po themën se si funksionon turizmi. Unë pata antarësu edhe të loma amerikane tregtisë, edhe të loma tregtisë të në Shkodër, edhe jam të komiteti turizmit, jam antar aty, edhe punojmë vazhdimisht për të kriju për problematikat ma tepër që ka turizmi shqiptar. Bilani e pa biznesin e tij jo vetëm si tregti, por si një mision për të promovuar kulturën dhe identitetin shqiptar. Arditi ka një mesazh për çdo kënd që merret me turizëm. Tri lloje biznesesh janë në ngritje deri në 2050-ën. Është industria metalurgjikut, po them që janë kromi këto pjesa, është industria e bimëve medicinale, është edhe industria e turizmit. Edhe realisht, domethënë, ne si popull po investojmë shumë te industria e turizmit, po ka shumë hapësina për të fokusuar në turizëm, domethënë për të hapë me shumë lloje biznese që bota i ka, po mirë po ne nuk i kemi. Edhe në momentin që ne fokusona ose thellona te kjo lloj industrijet, ka shumë hapësinë. Kjo është mesazhi, të fokusohemi te mikpritja, te turizmi, te vlerat tona, edhe në fund të ditës patjetër kena me dalë faqe bardhë. Sidomos në dekadën e fundit, Souvenir Albania u kthye në një pikë referimi për turistët që kërkojnë diçka më shumë se sa një kujtim të zakonshëm, një copës historie, me plane për të çuar produkte shqiptare edhe më tej në tregjet ndërkombëtare dhe platformat online. Bilani mbetet i bindur se Souveniri nuk është thjesht një send, por një urë lidhëse mes Shqipërisë dhe botës, e do të vijojë tregun e suvenirëve për më gjatë.